teknike, dakor, duhet një pastrim i elementëve kyç të administratës, siç është po themi drejtorët e përgjithshëm, drejtorët rajonal, drejtoria e policisë etj. Do duhet një ndryshim thelbësor në ligjin zgjedhor, mekanizmat kontrollit të procesit zgjedhor nga qytetarët, të shkojmë në zgjedhje dhe aty pastaj qytetarët do zgjedhin se kush do jetë lideri. Qytetarët do zgjedhin, po ku do zgjedhin se duhet një parti apo jo? I nderuar, dhe njëherë tjetër, po kërkojmë ndryshim sistemi. Në rast se sistemi nuk do të vetë korrigjohet, nuk do të largoj Ramën dhe Berishën, patjetër të jeni të bindur juve që mund dalin 1 edhe 2 edhe 3 parti të reja. S'është lajm ky. Qytetarët kanë dalë dhe i thonë, nuk ju dua më. Dakord, ajo pjesë dakord, po unë jam te kjo që ju, mas krijimit të këtij kuvendi, mbas krijimit të kuvendit dhe njëri tjetër nuk ka prapavi të krijimit të një partie politike. Është artikuluar kjo gjëja. Dakord, nuk ka më zotëri. Pra, keni parë një kuvend bio ku janë sharë, janë vërtitur me njëri tjetrin, janë kapur me duar, dakord, shqiptarçe, por mos harroni që fasada ka prodhuar shkatrim në Shqipërisë, historia ka treguar që kur shqiptarët janë mbledhur pa filtra, janë zënë, janë sharë, janë therrur mes vetes, po kanë mbrojtur Shqipërinë. Mua më intereson më mirë të shahem, të rrihem, të therem publikisht sy të gjithë dhe të shpëtoj Shqipërinë, se sa të shkoj të bëj një fasadë shpifur dhe në fund fare të etiketohem si tradhtar i Shqipërisë, siç etiketohet Rama Mesaliu sot. Unë atë thash edhe në fillim të bisedës se ai ishte pjesa më e bukur më reale, pa do ketë një qeverinë hije ky kuvend të hapin tjetër. Qeveria dhe një tjetër. Kuvendi do padyshim që do të jetë një mekanizëm propozues në rast fitores së idesë dhe atyre 5 pikave që ka shpalosur protesta për qeverinë teknike, patjetër që do propozojmë emra. Dhe çdo qytetar ka drejt të propozojë. Fundja. Dakor, kuvendi është bashkim është më i madh, mund të ketë po themi në sytë e opinionit, mund të duket si një strukturë më e madhe se ka shumë anëtarë. Por në fund të ditës te kuvendi është secili qytetar. Dhe ai që ka hedhur idenë, pas shumë diskutimesh, dhije e ka shprehur ky zoti Kulluri, e Djoli, e ka shprehur që unë erdha deri sot e propozimin ditën që fillon dhe ngrihet ky kuvend siç është sot, unë automatikisht jam një për jush ose qoftë se zoni ju s'jam fare. Rëndësi ka ideja. Pra ti edhe në rast se nuk do jesh, s'ke çati jesh domosdoshmë. Kuvendi nuk ka kryetar. Kuvendi ka një sekretariat me 5 vetë që mbledh kërkesat, mbledh propozimet, i hedh votim. Kaq. Ju kishit një autokritik te Gjenerata Z, po për pjesën e intelektualëve kanë qëndruar ata larg apo nuk është dhënë mundësia? Shiko, intelektualët dje kanë qenë sallë. Ka pasur pedagog. Okej, pra, ka qenë konglomerat. Ke pasur inxhinier, ke pasur bujq, ke pasur pedagog, ke pasur gazetar, ke pasur avokat. Ushtarak, pra, ke pasur gjithë. Tash nuk mund të rrim të bëjmë pse nuk erdhën 7 më shumë ose 8 më shumë. Nuk mund të bësh dot të lloj filtri. Për sa kohë ka qenë e hapur, ka qenë ti republike. Pra nuk ka qenë Erioni do sjelli 15 vet, ku di unë, Klajti do sjelli 15 vet dhe neve që 80 vet grup pune duhet të sillshim gjithsej 1200 vet. Nuk ka qenë kjo gjë. Ne kemi vajtë me duar xhepa secili vet, me vullnetin e tij për kontribuar për Shqipërinë. Unë mendoj që ja kemi dalë. Fakti që na kanë bërë lajm të gjithë ata ekranet dhe mediumet që janë pro Ramës dhe Saliut, për ne është lajm shumë i mirë. Jemi shumë të gëzuar për këtë gjë. Nuk të donin për shkakun që ishim idiot funksional si puna Jeni Sheri që na erdhi dia atje me qëllim, po s'kemi çfarë të bëjmë tash. Ai ka qenë, ndoshta ajo gjumë shkon se ka qenë deputet i Kuvendit të Shqipërisë. Po pse, më fal, Zeqinia s'është deputete e Kuvendit të Shqipërisë? Për mua idiote është funksionale prap. Dakor, gjithsesi është gjykimi juaj. Po gjykimi im është bërë dhe njëherë tjetër, një individ përfaqësues nuk gjykohet padyshim për lapsuset që mund të bëj. Por nuk ka dyshim që gjykohet gjithmonë në raport
me impaktin që ka në shoqëri dhe me detyrën se si dhe sa ai e bën ndaj zgjedhësve të tij. Dhe kjo është idiotësia funksionale që kanë këta njerëz. Po ndoshta ky është debat tjetër se jeni sheh mund të ketë bërë më pak dëme se shumë të tjerë që Po padyshim, po kjo nuk e përjashton nga i njëjti status. nuk është se unë po e mbroj, se as Për mua pra, unë po të them që nuk përbën provë kjo për ta zhbërë statusin e një që mund të ketë me shumë të tjerë. Zoti Murataj, më lejoni t'ju sjell dy deklaratat tuaja, në mos gaboj, njëra në 21 qershor, ju nga sheshi në një video i vendosi një ultimatum kryeministrit aty, ajo pjesë iku, mbaroi, nuk u dorhoi. Jo, nuk ka ikur ajo pjesë. Jo. Po, më lejo ta përfundoj. Më pas ju theksoni që Rama po negocion burgun sepse dorëheqjen e jep me qeft madh. Tani kanë kaluar dhe disa ditë nga ajo. Jemi në këtë situatë tani që ndoshta për disa protesta është urur për shumë arsye që ne i përmendëm më lart. Dhe ju mendoni, sikur më thatë po pak më lart, që mund shkojë edhe drejt shtatorit. Po nëse shkon shtator, atëherë mund t'i tregoj dhëmbët sikur po ju e keni theksuar në një nga bisedat normale. Unë mendoj që vlera më e madhe kësaj proteste është qytetaria. Fitoria më e madhe kësaj proteste është sensibiliteti i gjithë bashkësisë ndërkombëtare dhe i reagimit të Komisionit dhe Parlamentit Evropian. Pa dyshim që është edhe ndërgjegjësimi i disa kongresmenëve amerikanë, të cilët në informacionin që unë kam, kanë sekretuar dhe një rezolut në Kongresin Amerikan për një hetim nga Kongresi lidhur me qeverinë shqiptare dhe kryeministrin Rama për trafik, ose më saktë për lidhje me narkotrafikun ndërkombëtar. Duhet kuptoni dy gjëra. Deklarata ime, ose më saktë thirrja ime ndaj Ramës në datën 21 qershor se çfarë do të bënte, ishte për shkak të ultimatumit që protesta i kishte dhënë që ai të largohej me vullnetin e tij të lirë. Nga ajo ditë dhe më pas, kërkesa vazhdon për dorëheqje, po dorëheqja e Ramës nuk mund të jetë më e lirë tashmë. S'mund të jetë më e lirë sepse është lidhur me ballukun. Dhe shtatori, që unë kam bërë një deklaratë të dytë, ku them që e jep me qef dorëheqjen, por po negocion burgun. Shtatori është fati i bashkëshkruar i Ramës dhe i ballukut. Zoti Peleshi nuk do mundet dot që të ndalojë kërkesën sipas meje të paralajmëruar nga struktura antikorrupsion, në rreshta kuptohet, me veprimet proaktive që ajo ka bërë, qoftë me sekuestrime pasurisht paluajtshme, qoftë me indicje që ka marrë nga palë të cilat deri dje ndoshta nuk e kanë lidhur dot provën me çështjen, do të çojë në një kërkesë të dytë, e cila këtë herë nuk do mundet do të kaloj dot nga kartonat e qelbur të mazhorancës apo dhe opozitës. Do kaloj nga populli. Këtë herë unë jam i bindur që do të kaloj nga populli, dhe në rast se deputetët aktual Kuvendit të Shqipërisë u ka ngelur qoftë edhe një fije adetarizëm ose një fije gjak shqiptari ndër vena, do duhet që edhe në rast se partia jep urdhër të dorëzojnë mandatin. Do duhet të dorëzojnë mandatin për ndryshe. Jashtë Kuvendit do t'i presi populli. Dhe këtë herë do t'i presi populli për t'i rikthyer në Kuvend që të votojnë heqjen e imunitetit Belinda Ballukut, çuarjen para përgjegjësisë bashkë me Ramën, në të kundërt do t'i marri populli të dërgojnë burg secili një nga një. E këtë gjuhën e popullit prapë në emër të popullit, e kthehemi shumë vite para. Jo, nuk është në emër të popullit, populli ka folur. Nuk kam folur unë në emër të popullit. Populli ka thënë Rama në burg, Berisha në burg. Populli ka folur dhe ka thënë Shqipëri e re. Dakor, mirë, po Shqipëria e re, ashtu si dhe kjo detyra e vjetër që kemi ne sot, nuk mund të jetë pronë një individi.
Zoti Murata, kam dhe diçka të fundit, dje një nga analistët që po bisedoja me të pro protestës, po më thoshte që kjo protestë e ka origjinën jashtë nga përplasja me trumpistët, anti-trumpistët, me Sorosin, por shqiptarët nuk ditën, kjo e dyta më intereson që të më jepni mendimin tuaj, nuk ditën që të përfitonin. Mendoj që kjo protestë nuk ka fare lidhje me jashtë. Mendoj që kjo protestë mund të ketë brenda saj dhe flukse të një natyre të tillë, interesash të ngushta apo të një grupi shumë të vogël, pjesëmarrësish në protestë, që mund të kenë edhe kështu interesash, nuk përjashtohet. Por 50 ditë pas nisjes saj, Edi Rama ka shbërë veten para disa ditës nga jala, duke thënë që nuk pas kemi qenë as grek, as serb, as rus, as iranian, por duke thënë patronazhistëve që kemi ca gjëra që kanë të vërteta. Ndërkohë që në fillim fare e anatemoi tërësisht protestën. Tani ka thënë, ka dalë me tezën që po kanë disa gjëra të vërteta, po kanë ikur flamingut, kanë ngelur sorrat. Unë i them që në vazhdën e zbulimit të agenturave, Edi Rama do duhet që të na bëj ndoshta afroamerikan. Një lloj si këngëtari që erdhi që i dha 4 milionë euro. Ne padyshim nuk këndojmë dot aq bukur sa ai, s'bëjmë dot as show sa ai. Por as ngjyrën se kemi si ai, por mendoj që mund ta përmbushim në gjëra të tjera, në shtatore mbrapa, në rast se nuk do t'i thrasim mendjes të japi dorëheqjen, dhe siç i kanë bërë dhe urimin tetor të ditëlindjes, jep dorëheqjen, merr dhe salill me vete, dhe të paktën kështu nuk hyn tek koshi fare. Do hysh në historinë e turpit të Shqipërisë, por jo tek koshi me turinave. Ky është vetëm fillimi i kuvendit, shpresoj që në vijimin ne të flasim sërish. Zoti Murata, ju falenderoj shumë për bisedën dhe mendimet që ju ndat me publikun tonë. Faleminderit juve.